Kryeministri Edi Rama mbledh të premte në një analizë të thelluar grupin parlamentar të socialistëve pak ditë përpara nisjes së legjislaturës së re në Kuvendin e Shqipërisë. Takimi nis rreth orës 10 me fjalën e posaçme të kryeministrit dhe kreut të socialistëve. Më pas vijon me kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi dhe kreun e grupit parlamentar Tauland Balla. Në një komunikim me dyert të mbyllura do të vijojë puna me raportet e përgatitura nga krerët e 13 komisioneve në Partinë Socialiste, duke nisur me Milva Ekonomin që do të parashtrojë një raport të Komisionit të Ekonomisë, Punësimit dhe Financave. Më pas do të jetë Ulsi Manja me raportin për Komisionin e Çështjeve Ligjore dhe Administratën Publike dhe më pas Blendi Çuçi me çështjet e brendshme dhe ato të mbrojtjes. Anila Denaj për burimet natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm, Eduard Shalsi atë për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale, ndërsa Igli Asani raportin mbi politikën e jashtme. Fatmir Xhafaj për nismat qytetare dhe mbikëqyrjen institucionale. Në mbyllje do të raportojnë përpara grupit socialiste dhe Damian Gjiknuri për Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore, ndërsa Arbian Mazniku për Komisionin e Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale. Analiza do të përfshijë edhe raportin e detajuar mbi aktivizimin dhe pjesëmarrjen e deputetëve në seancat parlamentare dhe komisionet, përfshirë këtu edhe në mbledhjet e grupit. Parashikohet që ky angazhim i strukturave drejtuese socialiste të përmbyllet me konkluzionet e Tauland Ballës si kreu i grupit dhe të kreut të partisë Edi Rama.